What the fuck? Kostiani është me syze sot, për çfarë arsye Kostian? Sepse kam bërë gjoksin. Po për çfarë arsye se kam bërë? Riktheve më në fund riktheve. Pra është një bol i lezetshëm po pa syze tani. I ka bërë stuk blu, i ka bërë stuk blu. Dhe më thanë që kishte hapur audicione për të zotësuar mua në mos gaboj. Do ta flasim këtë? Keni kohë deri më 25 prill për të plotësuar formularin, por gjithashtu duhet bëni dhe subscribe më poshtë në Andale AL për të mos humbur asnjë nga programet. Kush vjen edhe nuk ka bërë subscribe t'ju haj mortja, kaq ditë të them. Por tani diskutojmë direkt në temë post Big Brother i mbrëm me pet çfarë ndodhi me Rogertin dhe Ledionin. Dhe Mirja bëri se jo, e di pse sepse Rogerti ka thënë ato çfarë ne kemi thënë gjatë gjithë kësaj periudhe. Pse nuk u skualifikua Rogerti kur nga loja pas gjithë shkeljes së rregullore ti bish me kohë. Ai ja futi vetes në thonjza, po dhe produksionit të Big Brotherit njëkohësisht. Pra ai donte të nxirrte pak në produksion i keq, teksta më ka favorizuar mua, mund të ketë favorizuar edhe Selin, që patjetër. Shiko, unë nuk shikoj diçka të keqe në këtë gjë. Nuk po them që patjetër duhet të favorizohen të gjithë lojtarët, por në një lojtar i cili po të krijon dinamika, patjetër që ti ose do detyrohesh ta mbash në rastin e Rogertit, ose do t'i japësh një shtys akoma më shumë siç ishte Selin, sepse çdo gjë edhe në rrjetet sociale edhe tek njerëzit impakti ishte Rogert, Selin, Miri, Ku shkoi rregulloria, ku shkoi patenta, ku shkoi të gjitha përjashtimet që janë bërë më përpara dhe u sakrifikuan të gjithë përveç Rogertit. Një tezë që Rogerti ngriti për diskutim ishte paanshmëria e Ledionit, ai tha që jo ti nuk je treguar i paanshëm, por ke mbajt anët e tua dhe nuk më ke dashur mua. Dhe ne kemi bërë sondazh në faqen tonë të Instagramit që ju duhet ta bëni follow, WTF by Andale. A ka qenë Ledioni një anshëm këtë sezon? 54% thonë po dhe 46% thonë jo. Pas ka një diferencë shumë të madhe. Ka qenë një anshëm, Ledioni nuk ka qenë shumë objektiv në moderimin e tij. Ka patur dhe shpërthimet e veta kundrejt lojtarëve dhe lojës së tyre. Nuk ka qenë hera e parë që një moderator pak a shumë ka një farë pëlqimi ose një farë tërheqje, se në fund të ditës janë njerëz ore. Edhe në fund të ditës patjetër që ndoshta lidhen më shumë me këtë banor. Unë më mend Arman Osmanin në edicionin me Luizin në mes të në kulmin e shikueshmërisë, ja bënte Olta Gixharit, Olta Gixhari e fermë më e bukur aty brenda, fermë më e bukur e Shqipërisë. Çe bën me mozën tani? Çe bën me mozën, domethënë, pra krijoi një lloj afeksioni, which is okay, pra çkosa nuk i lënë hije të tjerë dhe nuk i. Po për shembull Arbana e deklaroi që te Big Nishi preferuar kishte Donaldin, edhe në atë kohë Stalin të kuptoi kë kishte mesazhin e Donaldit. Stalin të kuptohet të pak. Po, jam Ledioni ka atë karakterin e vet, duket sikur së fundmi ka arritur një shumë vetbesim në vete dhe një reati në prezantim dhe duket se ka arritur një nivel goxha të lartë. Ka edhe rrënje shumë mirë. Po përgjigjet jashtë nga njerëzit. Ju kujton fillim që të gjithë kishin pikpyetje, do pëlqet Ledioni në Big Brother. Ka pasur një skepticizëm shumë të madh dhe të gjithë filluan me këto memet pastaj me Arbanë që do të na mungosh, jo po riktheu, jo po kështu. Janë këto krahasimet që bëhen gjithmonë për aq kohë sa një program dhe një format të tillë është drejtuar nga Arbana Osmani, patjetër që do kishte krahasime. Por Ledioni ka një të mirë që ka identitet në ekran. Është unik në llojin e tij, pra nuk përpiqet të imitojë, të ngjajë dikujt. Dhe ajo që ka bërë diferencën ka qenë që Ledioni ka hapur zemrën këtë sezon, pra ka treguar hera herës që nuk po kalon një pjesë të mirë të jetës së tij, domethënë dhe kur erdhi Elbana që tha unë përjetoj një periudhë të jetës në cilën nuk dua të dëgjoj më këngë të trishta, e së fundi më tha që lotët më janë tharë në finale. Falenderoj dhe Sara Hoxhën që lë nën kuptime për marrëdhënien e tyre tani më. Po dhe Sara e falenderoj në festën post Big Brotherit ku tha që pa Ledioni nuk mund të ketë Big Brother. Që ne mund ta themi Ledioni duket në primin e vet tani si moderator. Po, si moderator, ndërkohë e shoh që sado që mund të jetë në primin e vet, sigurisht ka humbur pak atë shkëlqimi që ai ka pasur në kuptimin e në sy thua ti dallon në sy. Ai dalloi një farë trishtimi, një farë mërziti, një farë lodhi, se për shembull tek dy pikët e tjera që ai ka prezantuar, ka qenë shumë i lumtur, kërcente, bënte meme. Tani duket si më chill, Shiko, po gjithsesi ka momentet e veta emocionale dhe domosdoshmërisht edhe kamera do ta dalloj. E di çfarë më erdhi për të qeshur, Rogerti u drejtua në një moment Ledionit dhe i tha:
a si e ti vëllai madh? Dhe e tha, jo, unë jam moderator. Tashi, kush është vëllai madh? Unë mendoj që nuk ka vëllat madh, por ka një motor të madhe. Që është Lori Hoxha? Kjo mbetet për të diskutuar. Gjithsesi, ne fatos të përmend në pak edhe krahasimin që atiti është bërë me Arbanën. Rjeti po ndez, domethënë gjatë gjithë këto ditë me krahasime. Ka luftë krahasime. ftohtë që xhani këtë e dim, por edhe njerëzit me sa duket Arbanën nuk është se kanë përqafuar dhe aq mirë. E vërtet, ka vërë disa komente që e krahasojnë me Ledionin dhe thonë që prezantimi i Ledionit është një tjetër standard nga ai i Arbanës. Ndoshta Arbana ka 3 vite që është shkëput nga ekrani, ndoshta ky rikthim është pak i ngadalë. 20 vite ama. Nuk është se bëri një vit dhe bëri 3 vite pa, ka 20 vite. Këto krahasimet unë mendoj që janë të pavënda dhe kjo lufta e ftohtë është e krijuar më shumë nga komentuesi se sa nga vetë moderatorët. Po ndoshta shkëlqimi shumë i Ledionit po bën që Arbana të venitet pak. Po jo, po pse atëherë nuk ka pse të krahasohen, ata janë në 2 formate të ndryshme. Arbana ende Dhe stilet e moderimit janë ndryshme. Janë shumë të ndryshme dhe Arbana është në fillimet e Fermës VIP. Sado është një reality show që mund t'i përngjaj Big Brotherit, po ai sa dhe nuk i përngjan Big Brotherit. Dhe do pak kohë sa ta gjesh veten siç ju desh Ledionit pak kohë, ta gjente veten kur e moderoi atëherë që nuk ishte Arbana. Pra secili ka nevojë për kohë. Shikoni çka të dy ata shkëlqejnë rrugën e tyre, të dy kanë ndërtuar atë legacy-n e vet, si Ledioni si Arbana. Ne po flasim se si po përqafohet nga publiku, nga audienca. Ndoshta Arbana si i ra pak dhe rënd ajo shpreha popullore që përdori edhe publikut, nuk është se shumë lehtë i hiqet nga mendja këto gjëra, dhe mos gjen gjë më të vogël sa aty. Mendoj që publiku mësohet dhe kur mësohet është e vështirë pastaj të kalojë në një personazh tjetër. Por ajo që unë dua t'ju them juve është që ju mund të ndani me ne mendimet tuaja për Ledionin apo Arbanën, është pak e vjetër kjo si gjë, po ju mund të komentoni qoftë në komentet më poshtë ose në faqen tonë të Instagramit në What of a Show Bajan. Tani do flasim për një gjë tjetër, për përjashtimet në Big Brother apo jo Kristian. Kjo se sot që kemi vetëm me reality show, fatos kemi bërë kemi nxjerrë një listë për përjashtimet më të bujshme. Ka pas shumë përjashtime në Big Brother, po një sezon ka marrë. Atëherë, kjo është në rend të pacaktuar. Po e thua si ato publikut. Atëherë, kemi Gjibanin. E pritshme Gjibani. Gjibani i cili shtyu nga podiumi Gjestin dhe Gjesti u rrëzua, nuk mendoj që ishte akti më i frikshëm ose më i fortë i dhunës në Big Brother, se thjesht një shtyerje ishte, po Gjibani kishte bërë disa gjëra. Po me sa duket vllai madh ndron çdo sezon dhe njëra jashtë për njëra Gjibani kishte bërë çfarë kishte bërë disa gjëra. Dyta është Eva Alika. Ishte ikonike. Ishte ikonike, po jo e bukur. Këtë sezon çfarë është thënë? Çfarë është thënë këtë sezon? I ngeli Evës shkret. Kevina Kthjella. Kjo ishte era. Big Brother VIP 2-shin kundrejt Luizit. Në Prime, të godasësh me shuplak një person tjetër, është edhe audienca shumë e lartë dhe duhen marrë masa patjetër. Klodian Duro. Në atë komentin. Ai tha kur kam rrahur gruan, tha kush e di ç'u bëj ju. Ishte ende fillimi për mua kjo është një nga deklaratat më të rënda të thëna ndonjëherë. Pra të tregosh me krenari dhunën në familje, vetëm Klodian Duro mund ta bëjë. Këto njerëz kur hyn apo supozoj që bëjnë teste psikologjike, po nuk e di. Dhe i fundit është Casey. Casey i këtij edicioni i cili doli nga përputhen dhe u përjashtua për arsye se po ulumtonte mbi seksualitetin e Kristit. Ulumtonte, kishte marrë vetë po shikonte çfarë bën Kristi. Për fat të keq nuk është Rogerti në këtë listë, sepse unë jam tifoz që Rogerti nuk është Rogerti, nuk ishte as e Glaceno, që u futë dhoma e bardhë. U futë dhoma e bardhë është nivel tjetër. Është klasifikim më lere se e torturuan aty Eglën. Jam kurioz, duam të bëjmë një parashikim tani bashkë se Bigu mbaroi, Vera po vjen. Si do shkoj? Flasim mirë për çiftet. Kush do ndahet i pari nga çiftet? Brikena me Mateo. Shtator them unë. Shtator do ta hanë dhe këtë verë? Verën patjetër se duhen pak. Do bëjnë dasëm? Dasëm jo. Mendoj që Gimbo dhe Selin ka më shumë gjasa për të bërë dasëm, po jo këtë verën tjetër. Gimbo dhe Selin ka një, nuk e di, kimi aq të bukur, aq mirë me njëri tjetrin. Sigur janë bërë për një tjetrin. Edhe aq pak kohë aty brenda dhe prap aq të dashur duke një. Kush do marrë emision në top? Selina. Selin do jetë dhe një Eglitako me dhe një Eglitako? Jo, Eglitako. Mendoj që do jetë një nivel më lart. Kristi Lamaj për shembull e ka marrë një emision. Urban Gen në Top Albania. Në Top Albania? Jo, në Top Channel është, pavarësisht se
duket nuk e di, kanë rast orar pas diteja, nuk e di, kanë Me lej kraja. lajme dha, nuk e di. Orar të çuditshme. Po mendoj që Selin ndoshta kap dhe prime time-in. E Selin patjetër, unë mendoj që do e kapë E pa te i bie do të jetë program i ri, se prime time të bigu është. Shtepet Bora Zemani ose Kiara kanë marrë shumë emisione vajzat. Bora Kanë nevojë për Zemani- fytyra të reja. Bora Zemani kam bëri dy piramido. emisione paralelisht, po për asnjërin s'u mbajt mend. Po që Nuk po është se ka Bora bërë burr. Zemani ka nevojë për emision për Prime i veti Borës ka qenë për qenë për burr, burr. kështu që. Poro Gerti do marrë emision? Maksimumi do jetë i ftuar në disa Te goca dhe panele. gra. Mund të jetë opinionist. Te goca dhe gra si Aty jo. për të larë imazhet. Te goca dhe gra mund të jetë brikena, them unë, te goca dhe gra. Se di, Mendoj. Këtu do jemi, do i marrim Me vesh short të gjitha. parë, gjithsesi, ne do të lëm takim live-in tjetër, por me rëndësishmja Qëndroni në këtu. show kryesor të premte në orën 8. Pas 2 ditësh pas nesër ndodh gjëma. Do Mos gjëma, harroni- sa të bëhet gjëma, bëni një çik subscribe. Po, aty sa dhe, poshta me. mos harroni të bëni subscribe tu poshtë në Andali, gjithashtu na bëni follow në gjitha rrjetet tona sociale dhe me këtë kjo, mua, Paçi. 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 Ándale.